tani më pas dështimit të helikopterëve që mund ta merrnin Ramën si Maduro, pak të narrativa kjo e opozitës. Opozita ka vendosur që të intensifikojë atë fushatën, aksion opozitar dhe nëpërmjet protestave të njëpasnjëshme, edhe kjo e 10 shkurtit duket që erdhi shpejt, në fakt se mendohej ishte llogaritur për 20 shkurt që ishte edhe një datë simbolike. Si e vlerëson aksionin opozitar aktualisht dhe çfarë mendon se do të ndodh në lidhje me forumin i cili tenton që të bëjë një bashkim opozitar që drejtohet nga zoti Ermal Hasimja. Jo, nuk është se do diskutojmë fatin e kësaj nisme, por si e vlerëson mundësinë e një bashkimi të madh opozitar dhe ka një tezë që e ka hedhur miku jon Toska, i cili thotë që Berisha tashmë e ka një marrëveshje me Adriatik Lapajn dhe shkohet deri aty sa në datën 10 do të hapen disa çadra përballë kryeministrisë apo një çadër e madhe identik si ajo e 2017-s, pra si e shikon? Çojë deri në fund. Ta fillojmë këtu nga fundi, se është shumë interesante kjo pjesë e çadrës, më thënë drejtën. Mi bie shi, çaça. Edhe çështje estetike, nuk ka të bëjë me... Tani unë besoj që Partia Demokratike tashmë në një farë kuptimi po kërkon që po themi të shpëtoj ushtarin Lapaj, për mendimin tim. Lapaj hyri në një proces caktuar reagimi, po themi me pushtetin, po hyri, pa menduar mirë si do dilte. Dhe duke qenë se e ka shumë të vështirë se si do dalë, një farë kuptimi ka kërkuar një ndihmë tek partia më madhe opozite, se cila tashmë po ja jep dhe te kjo çadra që po themi do futet edhe Lapaj dhe do kenë të çadrën e përbashkët, që duke përkthyer, të paktën unë personalisht, paktën edhe duke deduktuar, them që tashmë me anë të këtij lloj bashkimi që po kërkojnë edhe këta të urtët në thojza pavarësisht moshës, për të bashkuar po themi faktorin opozitar, duket sikur kërkojnë që të amnistojnë pikërisht personat që vetë kanë akuzuar dhe dënuar. Jo vetëm akuzuar, por edhe dënuar. Pra dhe po këta tashmë... Kush janë këta persona? Po ja, pra pikërisht po këta, Agron Shehaj, po i marr, pra ky është mendimi, pra që të gjitha këto partitë do duhen tashmë të kenë këtë aksion opozitar që edhe nëse ka marrë ato 10 vote, i ka marrë pikërisht mbi bazën e diskursit publik që kanë pasur në kuptimin e qëndrimit që kanë pasur anti-establishment, po ta themi troshmë, anti-Berish, anti-Ram. Pra, kjo ka qenë dhe atë fet votash që kanë pikërisht nga kjo lloj narrative. Tani, pjesa tjetër më pas që shiko se kemi një armik shumë herë më të madh, ne duhet jemi këtu bashkë etj duke bërë këto, unë kemi diferenca, po nuk bën absolutisht asgjë lloj. Me datë lëvizje politike e rëndësishme. Sepse një nga dështimet e zotit Berisha ishte pafuqia e tij për ta bashkuar opozitën. A nuk është një moment për ta bashkuar opozitën? Sepse diskutojmë. E para kishte një gjë. Në rasti konkret Sali Berisha bëri ç'është mundur që nuk është hera parë që e bën madje edhe Basha, që në listën e mbyllur të fus disa persona të cilët gjithmonë e ka bërë, të cilët nuk kanë vota, janë vetëm kryetar partie, të cilët janë aty, madje disa sapo bëhen deputet ikën direkt, nuk janë as në rresht të paktën. Dhe ndërkohë, që nëse do të ishte kështu, mund të kërkonte një tentativë që ta bënte, po themi këtë lloj bashkimi përpara zgjedhjeve me ata të cilët kishin vota, që dolë që kishin vota. Pra, shiko, këto partitë e vogla që kanë marrë 200.000 vota, nuk janë pak. Jo, e qartë. Pra, nëse një parti me 70.000 vota, unë besoj që... Ftesën e kanë patur edhe në tani një parti që me 70.000 vota dhe një parti tjetër që ti e ke vendosur në, po themi në listë të sigurt, kryetarin e partisë dhe nuk ka marrë 700 vota, unë besoj që unë do zgjidhet të parë, të paktën kalkulimi politik. Tani më që Berisha e kuptoi këtë, ka vendosur të bëjë televizje. Kalkulimi politik elektoral është ky. Pastaj pjesa tjetër, tani unë nuk besoj këta u ndan pikërisht sepse kanë një ndarje tjetër, nuk është se kanë një ndarje, po themi, edhe se në Shqipëri nuk përfitet më për ideologji, ndoshta jo vetëm Shqipëri, po të paktën këtu në aspektin
kryesor këta e kanë ngritur kauzën e vetë, mënyrë se si i qasën, po themi, publikut edhe elektoratit. Ashtu si zoti Lapaj, ashtu çdo lloj bashkimi, po themi thjesht mekanik, i tyre nuk sjell asgjë për opozitën, për vendimin tim. A duam thjesht të kemi si po themi si klon, të kemi aty thjesht për të parë si që do vendosim aty në ballë, ti bëjmë një foto, nuk bëjmë absolutisht asgjë. Kësaj opozite i mungojnë 200-300.000 vota reale që të bëhet majorancë, të cilët nuk kanë lidhje me anën partijake, me besoni këtë. Ato njerëz që Sali Berisha i ka do t'i ketë gjithmonë, derisa Zoti t'i japi jetë. Ma beso këtë. Problemi nuk është edhe gjithë këto protesta, nuk janë protesta popullore, janë protest partijake. Organizohet partia në gjitha mënyrat, duke i marrë me autobus, duke si në Tiranë, duke bërë. Protest normale është ajo që është ditë në hënë aty. Aty ditë në hënë, tamam si një, po themi gjysmë dasme. Kupton? Që bëhet normale. Aq janë. Pjesa tjetër kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm dhe janë të gjithë antar partie, kur them antar nuk them që janë me test, po themi janë simpatizantë, janë njerëz që votojnë Partinë Demokratike, por janë kryesisht partijak. Revolta, reagimi popullor është një gjë tjetër, madje njerëzit vjen edhe pa i kërkuar ti, po minimalisht kur i kërkon ato do të ishin aty, nëse realisht do të përqafonin pikërisht të kaos që do duhet ikë ky dhe do të vi ky. Mendoj dhe gjykoj që njerëzit pikërisht këtë kanë, të duhet ikë ky, po edhe ky s'duhet vi. Kaq. Avokat Kthubi, si e shikon këtë lëvizje të Berishës? Sepse kjo është e reja që pritet të ndodhë. Pra, bashkimi Sali Berishës me Adriatik Lapajn në datën 10 përmes një çadre, siç e tha përvarimi, apo qoftë përmes ju s'u kam ftuar për këtë modeli nuk i quajmë fare. Pra, si e shikon këtë lëvizje të Berishës, çfarë mendon se do të prodhojë në kuadrin e lëvizjeve të tjera, sepse në momenti që mund ndodh kjo, çfarë do të ndodh me partitë e tjera të vogla që nuk do t'i bashkohen kësaj iniciative? Te para punës Berisha nuk ka, Berisha kërkon gjithmonë vasal. Të jemi të qartë në këtë pjesë. Po të kthehesh një sekond mbrapa në kodë, që shikosh atë tryezën e famshme të opozitës, cilën do të diskutoj për kodin zgjedhor. Është tryeza vasalëve. Dhe vasalët janë gjithë ato që Sali Berisha sa që i duan, i merr dhe i fut listat për kandidat për deputet, listat e koalicioneve zgjedhore, etj. Që pranë çdo marrëveshje që ofron PD-ja, pafundësisht. Nga kjo lista e vasalëve dolën disa që nuk kishin vasal Sali Berishës dhe nuk pranuan të mblidheshin në një koalicion me të në zgjedhjen 11 maj. Shpyetja që kam unë është çka ka ndryshuar nga 11 maj deri në sot? Se ka një votat. Ka lexuar rezultatin e zgjedhjeve në kuptimin e mbështetjes elektorale. Okej. Që do të thotë bashkimi është rreth kujt apo rreth çfarë ideje? Kush ideja siç e prodhon bashkimin? Pragmatizëm politik, me që kemi vota e të bëjmë i bashkë. Jo, duhen edhe votat. Duhen edhe votat. Secila nga palët ka shpallur qëndrimin, ose palët kanë shpallur qëndrimet e tyre në raport me kauzat ndryshme. Këto palët a u futën në zgjedhjet lokale? Apo nuk u futën? U futën. Të zgjedhjet lokale pjesëme po thua. Të zgjedhjet pjesëme lokale. Po. Nice, se mos të derivoj nga thelbi. E para punës, më thon dy gjëra. Protestat, sa po që janë protesta politike, do ndjekin njëtin fat që ndodhi çadra e Ramos në vitin 2011 kur u ngujua para parlamentit dhe bëri dhe grevurie. Zero produkt. Njëti produkt që pati dhe çadra e Lulzim Bashës. Ja, vendosëm të ke gabi. Po, më fal. Drejtori në OSHE-s. Po. TKMT-s. Po. Prapë ministrin e brendshëm. Po që kjo është lëvizje bosh. Zero produkt. Jo, i ka paca produkte, po fare, as një produkt. Kuptimin e armiqve politik, po gjithsesi. Redi. Historia është shumë e thjeshtë. Nuk ka asnjë rast të vetëm, hajde merr Shqipërinë 35 vjet, po merr të gjithë Ballkanin po duash ti, në cilin një parti politike ka çeduar ndaj kërkesave të një partie politike tjetër. Partitë politike kanë fush betejën e tyre në zgjedhje. Nuk kanë fush betejën e tyre në rrugë. Asnjë qeveri që është pjesë e një partie politike apo që mbahet në këmbë një partie politike nuk do të rrotëzohet për shkak se një parti tjetër politike bën protesta. Sa do të gjata të jenë këto protesta. Sali Berisha ka demonstruar i pari që lajti Ramës të ngujohej. Cilat janë prapaskenat e kësaj proteste? Asgjë më, prapaskena është shumë e thjeshtë. Ti ku ti duhet dalë nga ky ngërçi ku është futur, se nuk është problemi të futesh çadër më. Problemi është të dalësh. Adriatik Lapaj është partia ndër
partit e vogla e kanë fjalën, përveç PS-s dhe PD-s, partia më e votuar e ati që konsiderohet një politret, po them unë. Nuk është thjesht Adriatiku, është njeri që ka marrë mbi 70.000 vota. Njeri apo parti? Parti, parti. Ajo parti është gjithsesi është debat tjetër. Është po prap njeriu. Problemi është shumë i thjeshtë, ti nuk është problem të ngujohesh më. Se për të ngujuar, ka merr një karrike, vati në bulevard dhe ngujove. Problemi është të dalësh nga ngujimi. Dhe problemi është kur ti ngujohesh me një kërkesë si qeveria teknike, qoftë ai tjetri nuk ta jep qeverinë teknike, ç'do bësh? Sa do të zgjas ngujimi? Si kjo është pyetja e madhe. U ngujove, më shkuan këta zotëri dhe u ngujon në 10 shkurt. Po pse themi që është Adriatiku, fjala vjen që do të dalit dhe pse nuk themi që është Partia Demokratike që ka nevojë për një model si Adriatiku? Absolutisht, po Partia Demokratike ka kaluar modelin e Adriatikut. E ka bërë këtë modelin dhe ky modeli nuk i prodhoi gjë. Ky ngujimi në bulevard, u ngujuan 3 muaj në bulevard demokratët në 2017 dhe nuk prodhoi asgjë. Më duket Berisha nga ata që bën këtë vetëm për shpëtuar Adriatikun. Jo, më nuk e bëjoj. Po jo, më zoti, nuk është ky objektivi i Berishës. Po këto duhet lexojmë pa. Ja ta them për mendimin tim kush është objektivi i Berishës. Objektivi i Berishës është dy kafsh. Objektivi i parë është të mbaj simpatizantët dhe anëtarët e Partisë Demokratike të mbledhur grusht rreth partisë sa kohë do të shkohet në zgjedhjet e brendshme të partisë. Dhe ky është objektivi që ka Berisha. Berisha ka një objektiv. Zgjedhjet janë në prill. Objektivi që ka Berisha shumë i thjeshtë. Deri në prill ai të jetë zëri unik, i fortë, i vetëm, kandidati i vetëm për kryetar partie, për kryeminist, për gjithçka. Ti vetëm Berisha. Do të mos lejojë që të krijohen rivalitete brenda partisë. Ky është objektivi që ka Berisha. Ky është objektivi primar. Objektivi sekondar është që duke u futur një në çadër me Adriatikun e përthith. Sepse kauza që kishin partitë e reja në zgjedhje ishte që ky sistem mbahet në këmbë nga PD-ja dhe PS-ja. Dhe nëse ti do bësh me një nga ato dy parti, ti je bërë pjesë e sistemit. Pra PD, një nga objektivat është edhe që të neutralizojë lapajnë si objektivi i PD-s afatgjat është shumë i thjeshtë. Ti nuk mund të kesh konkurrent brenda fushës tënde të lojës. Dhe fusha jote e lojës janë votat që nuk shkojnë për maxhorancën. Kjo është fushë betejë ku secila nga partitë tenton të ruajë pjesën e vet më të madhe. Dhe partitë e vogla këtë pjesë bëjnë, tentojnë të forcojnë pozitat e veta dhe të ruajnë apo të zgjerojnë atë elektorat që patën në 11 maj. Çështja është që elektorati i 11 majit i PD-s është i ndryshëm nga elektorati i 11 majit i partive të vogla. Janë diametralisht kundërt. Janë dy elektorate që nuk mund të bashkëekzistojnë qoftë dhe nën idenë e rrëzimit të Ramës. Dhe problemi tjetër është që opozita nuk tregon asnjë, nuk inspiron më saktë, se tregon nuk inspiron asnjë fije shprese që vërtet mund ta rrëzojnë Ramën. Sepse nuk është kjo rruga për të rrëzuar Ramën. Që të jemi të qartë. Teorikisht ka dy rrugë për të rrëzuar qeverinë. Teorikisht. Rruga e parë është nëpërmjet rrugës, rruga e dytë është nëpërmjet institucionit. Institucioni që ku ti duhet kalosh për të rrëzuar Ramën është Parlamenti i Shqipërisë. Dhe ty në Parlamentin e Shqipërisë të duhen 71 vota. Rruga nuk ka prodhuar kurrë rrëzim qeverie në Shqipëri. Jam dakord. E kemi provuar në 2003 me protesta më të mëdha që ka bërë ndonjëherë PD-ja në 35 vite histori, nuk ka pas protesta më të mëdha se 2003 në Shqipëri. Megjithatë, fatos në anë mbetin kryeministët deri në 2005. Që do të thotë, ty rruga nuk të ka prodhuar kurrë cedim të qeverisë. Të qeveria në anë ora për shkaqe të brendshme PS-s, po kurrë për shkak të presionit që ushtron të PD-ja. Çka tregon që vetmja rrugë reale që ti ke për të rrëzuar Ramën është Parlamenti i Republikës së Shqipërisë dhe krijimi i fraksioneve apo i çarjeve brenda PS-s. Dhe që ta bësh këtë, ka një rrugë shumë të thjeshtë. Zoti Berisha duhet dilte në foltore dhe të thoshte që të gjitha votat e opozitës dhe këtu do ta bënte bashkë me partitë e tjera të vogla, të gjitha votat, 54 vota që ka opozita në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, do t'i ofrohen të pakushtuara kujdo fraksionit Partisë Socialiste që do të rrëzojë deri Ramën. Dhe ti e detyron Partisë Socialiste që të 17 vota për të krijuar një shumicë tjetër qeverisë pa Ramën. Po kjo është formula për të rrëzuar Ramën. Po jepi formulë. Kjo formula e protestës së rrugës është mbështetja më e mirë që jepet Ramës për të qëndruar pafundësisht në qeveri. Kjo është një këshill falas, po. Arber. Duhen vesh ta duar. Si e shikon çfarë do të prodhojë ky bashkim?
E para punës është një bashkim modest, nuk është bashkim me një parti të madhe, siç mund të ishte LSI-a në kohën e saj, që ishte me 4 mandate, kishte struktura në terren. Flasim për një parti me një kryetar që hiç kryetari nuk ka njerëz të tjerë që njihen, pra nuk dihet kush janë. Mund njohim ne që merremi me këtë punë, një dy figura, po ishte një parti që një pjesë suksesit e kishte edhe Prendi Shabanit. Edhe mos harroni një gjë, në teoritë politike, partitë e reja nuk e kanë një elektorat stabil, përsa nuk e kanë qasje ideologjike. Pra kush është qasje ideologjike për taksat, kush është qasje ideologjike për shtesat nevojë e lëvizjes Shqipëria bëhet. Pra është një parti që është bazuar në një populizëm të liderit të saj, bëj diku dhe karizmatik, po kaq. Nuk është një parti që përfaqëson për shembull ambientalistët. Nuk është një parti agrar ambientaliste që ka çështjen e fermerëve. Pra është një parti ideologjikisht që nuk ka ndjekësit e saj. Që do thotë një parti e vogël që të rritet akoma më shumë. Jashtë politike që merr 70.000 vota. Një parti e vogël. Po, janë votat pa kënaqur. Bravo. Pra një parti e vogël që të rritet akoma më shumë në zgjedhjet e ardhshme duhet që të kishte më e pakta struktura dhe më e dyta të kishte edhe shtrirje në gjithë vendin. Dhe e treta të kishte kauza që i kishte mbështetur gjithë të kohë. Kauza tani. Jo, po prit pak. Kauza kryesore. Që ka një parti e vogël, ja plotson. Nuk ja plotson nëpërmjet strukturave. PS-ja ja merr. Nuk ja plotson. PS-ja ja merr dhe i fut në sjetull. PD-ja fal. Pra PD se PS-ja i ofroi dhe zonës kryeministrin dhe Lapaj nuk e pranoi, por pranon që të jetë antar i kryesisë të PD-s, po jo që të jetë pushtet. Edhe kjo është diskutim. Po gjithsesi, që të mbash një parti politike nuk është e lehtë. Dhe partitë e reja që të vënë nga një mandat që morën në zgjedhjet e kaluara, të vënë në 4, në 5 mandate, do të jenë shumë konsistent. Në momentin që shkrihet me një parti si Partia Demokratike, që është në hallin e saj dhe i duhet shfaqë lloj vota, automatikisht i ka rënë kauza që është kundër sistemit një herë. Dhe unë besoj që votat më shumë i ka marrë sepse ishte një parti kundër sistemit, sesa kishte qasje ideologjike, që do thotë automatikisht 70.000 vota është e pamundur që t'i marrë që në momentin që ata futen në sqetullin e PD-s. Iku diskutimi i Lapajt, sepse për mua është një diskutim shumë minor për një parti që do të vinë në pushtet, edhe sikur t'i marrë ato 70.000 vota, edhe pse besoj që nuk do t'i marrë. Objektivat e Berishës me këto tani un kam tezën time, mbarova, kam tezën time. Duke qenë që zoti Berisha nuk do të bëj ndryshime në parti, duke qenë që zoti Berisha nuk do që t'i japi Partisë Demokratike një hapje të madhe që duhet të ishte në qeverisjen e Partisë Demokratike prill 2026, prill 2030, sepse në prill do vendoset kush do jetë qeverisja e PD-s, kryesia, këshilli kombëtar e të tjerë. Zoti Berisha po bën këtë aksion radikal për të përcjell tension, për shkaktuar tension, debat, që të nesër ta ketë më të lehtë që krahu radikal që ka në krah dhe ka pasur gjithkohës mbështetje, ta ketë në struktura drejtuese të PD-s. Sepse kjo është vetëm një mënyrë që ai të justifikojë të qenurit e tyre përsëri në strukturat PD-s. Çfarë justifikimi të do ketë? Kur ata janë humbsa, janë ekipi që ka pasur zoti Basha 2021, një pjesë prej tyre, i kishte zoti Berisha 2025 dhe qëllimi i tij i fshehur mendoj unë nuk është për të rrezuar Ramën. Rrezimi i qeverisë është një proces i gjatë që fillon që në momentin që ti del në opozit në zgjedhjet e kaluara dhe zgjat derisa mbahen zgjedhjet. Pra nuk është ndodhi një ditë dhe ti e largove. Ndodhi ose një muaj, 2 muaj ti e largove, nuk e largon dot ashtu. Koha ka treguar. Dhe mbi të gjitha një manual ka Partia Demokratike se si fitojnë zgjedhjet lokale, sepse përballja e ardhshme do të zgjedhjet lokale të 2027-s. Janë zgjedhjet lokale që kanë ndodhur në 2011-ën. Edhe zgjedhjet lokale 2011-s pse i fitoi Partia Demokratike? Përveç strukturave qeverisjes etj. Partia Socialiste bëri një protestë të dhunshme. Një protestë ku vran 4 veta, që u vran nga Garda e Republikës, me urdhër pa urdhër mbetet për të sqaruar, por qytetarët ta dhanë mesazhin, çfarë nuk duan. Ndoshta nuk ta dhanë mesazhin çfarë duan, por ata e dinë, Tirana e di se çfarë nuk do. Nuk e do dhunën, nuk e do përplasjen. Automatikisht radikalizimi, kthem te teza ime që bën zoti Berisha e bën pikërisht për skifterët e tij politik, fajkojnë e tij politik që ka atje, ti ketë përsëri postë drejtuese. Avokat që për ta përfunduar këtë pjesën, mendoj dhe gjykoj që objektivi kryesor fatikisht që ka zoti Berisha, dhe them me bindje këtë, është thjesht për të sankcionuar, për të konsoliduar në mënyrë përfundimtare, ashtu siç ka bërë në gjithë këto vite, pushtetin e opozitës. Ka dhe një pushtet që është në majorancë. Pushtetin e tij brenda opozitës, po. Ka jo. Pushteti i opozitës është institucion në vete, shumë rëndësishëm atje.
Madje ka shumë njerëz që po themi e shikojnë shumë më të rëndësishëm dhe më pak përgjegjësi që të jenë te ky pushteti i opozitës se sa të jenë në pjesën e vendimarrjes. Dhe ma beso këtë. Pra, të ruash, po themi, domenin e pushtetit opozitës është një objektiv më vete që unë besoj që po i del më së miri, fatikisht për ta bërë gjë të tillë. Pra, tashmë e kemi të përcaktuar, nuk kemi çfarë të bëjmë njishit në këtë vend, po jemi duke parë kush është dyshi. Pra, kush do jetë në vend të parë, kush do jetë në vend të dytë, dhe aty kur i duan, ato pazarat e veta fatikisht ato i bëjnë. Dhe me anë të kësaj situate, po themi, ose të këtyre protestave, ose këtyre më shumë këta janë protesta, por të mbyll, po themi, çdo lloj zëri tjetër që vjen për ndryshim brenda PD-s. Për të rikonfirmuar akoma më shumë leadershipin. Pra, i bëjmë këto protesta për të thënë që shiko, ne mbledhëm 10.000 njerëz, 20.000 njerëz këtu në shesh dhe dihet tashmë kush është lideri dhe nuk mund të ndryshohet lideri. Dhe në rastin konkret, unë personalisht e kam thënë gjithmonë që tashmë se nuk duhet ta huazoj, por duke qenë se ka rënë përfundimisht Neni Basha, tashmë është Neni Lmuli, i cili fatikisht kushdo që takohet me qytetarët, me antarët e Partisë Demokratike përjashtohet ose vetë përjashtohet, se ku ka dalë ky term është interesant shumë, është për të studiuar madje, besoj nga analistët politik. Avokat ka dalë, jo, nuk ka lidhje, është interesant shumë. Ky vetë përjashtimi dhe në mënyrë absolute tashmë ka vetëm një mënyrë se si mund të vegetosh. Do duhet të vendoset një nen. Është më ndershëm në politikë të vendoset një nen, sidomos Partia Demokratike edhe për qenë të drejtë, për qenë të drejtë dhe me qytetarët dhe me ata që do të votojnë. Ka një nen që duhet vendoset. Që duam apo s'duam, kryetari i Partisë Demokratike derisa Zoti t'i japi jetë, do të jetë Zoti Sali Berisha. Çfarë problemi ka? Ta pranojmë këtë lloj gjëje dhe mbyllim. Madje nuk do kemi as shars më pagesë në Facebook. Nuk do kemi as problem kush e prek kryetarin se shiko se bëjmë namin, kush prek legjendë, kush bën atë, kush bën këtë etj. S'ka nevojë më për këtë. E kemi mbyllur këtë histori. Kryetari do të jetë ai dhe hajtë shikojmë se çfarë do vojnë në nivelet e dyta, të treta, katërta partisë etj. Sepse është kot që flasim. Është absolutisht bëjmë një, po themi, një narrativ, një diskurs i cili nuk ka asnjë lloj vlere brenda asaj partie në këtë lloj mënyre që do të jetë. Madje edhe kjo, e gjitha kjo bëhet duke pas parasysh edhe lëvizjen e fundit fatikisht Saliajit, i cili fatikisht me mënyrën e vet, po mundohet që të bëjë këtë lloj politike, të qaset, po themi, elektoratet në këtë lloj mënyre, ose më themi antarëve të Partisë Demokratike, në gjykimin tim nuk ka asgjë për të humbur, absolutisht, e shikon si një forcë që ka, si një pushtet që ka, po themi, personal në kuptimin e marrëdhënies me antarët e partisë, do ta shfrytëzoj dhe do vazhdoj, po themi, që të kërkoj sa më shumë mbështetje, do të jetë një zë ndryshe brenda asaj partie, në sjetull, mbrapa, anash etj. Këto nuk e di, do ta shohim në ditët apo në muajt në vazhdim, por gjitha kjo është vetëm thjesht për të konsoliduar pozicionin dominant në parti dhe për ta menaxhuar atë parti, për ta komanduar siç kanë bërë deri tani.